Faktit se të gjitha llojet e avionëve dhe anijeve janë zhdukur në trekëndshin e Bermudës së Paqësorit, autoritetet japoneze e kanë konsideruar shumë të rrezikshëm për t'u afruar, pasi trekëndshi i dragojit qëndron në të njëjtën vijë me atë të Bermudës. Vulkani Hamakulia. Vendosur në unazën e zjarrit ndodhet vulkani Hamakulia në Hawaii. Vendasit e trajtojnë atë me respektin më të madh pasi vulkani besohet ketë një fuqi misterioze. Provat e raportet kanë zbuluar aktivitet elektrik të çuditshëm në këtë zonë. Madje ka pasur edhe një dëshmitar okular I cili tha se pa një aeroplan të zhdukej pikërisht përpara syve të tij. Ishulli I Pashkëve. Tani le të shkojmë në jug të ekuatorit në një nga vendet më të izoluara në këtë planet. Ishulli I Pashkëve në Polinezi. Këtu mund të gjeni gati 900 statuja Moai të krijuara nga populli Rapa Nui. Këto statuja mund të peshojnë deri në 90 tonë, gjë që e bën transportimin e tyre pothuajse të pamundur. Pra si I ndërtuan dhe I zhvendosën ata statujat për qindra vjet, duke datuar që nga viti 1400 deri në 1650. Ekzistojnë shumë teori që përpiqen t'i japin shpjegim kësaj pyetje, ku disa sugjerojnë edhe përfshirjen e alienëve. Anomalia e Atlantikut të Jugut. Vetë emri thot gjithçka. Anomalia e Atlantikut Jugor është një pjesë e planetit ku rrezatimi natyror del jashtë kontrollit. Astronautët që përpiqen të hedhin një vështrim në këtë zonë të rrezikshme përjetojnë halucinacione. Madje as satelitët nuk munden ta fotografojnë. Ndërsa entuziastët paranormal betohen se është një portal për një dimension tjetër. Shkenca ka një shpjegim alternativ. Kjo zonë në brigjet lindore të Amerikës së Jugut është një vend ku fusha magnetike e tokës është më e dobët. Me sa duket, kjo është ajo që shkakton fenomenet e çuditshme. Zimbabwe. Një tjetër megalit mbreslënës këtë herë në Zimbabwe. Dikur ishte shtëpia e rreth 20.000 njerëzve, por tani është një qytet fantazm. Deri më sot nuk ka asnjë shpjegim se ku shkuan këta njerëz. Nuk ka asnjë dëshmi historike për migrime të mëdha.